Kur e ka vesh mas pari uniformën, dhe kur njetën time ma i gëzumë që mos, kur jep jetën për atë dhe, do të t'je i pavdekshëm. Në prit këtu ku i mira dikun do të orës 4 mëngjesit, dhe me të 14, fillimi 14 dhjetor. 14 dhjetori, kujtojmë vitet 98, ku jemi pjesë e kësaj ngjarje, pjesë e kësaj historie, kemi qenë në Shqipëri, si ushtari i ushtrisë qendrore, që jemi ballafaqu edhe për armatim, mungesë të armatimit është me shkel këtë bie shkam për me siguruar armatimin edhe me bo luftën e ushtrisë qendrore të Kosovës në Kosovë. Prandaj këtë ngjarje, këtë ditë na kujton rëmja edhe humbja më e madhe e ushtrisë qendrore të Kosovës, sepse ka rënë këtë ditë edhe komandanti i brigadës 113 Muj Krasniqi, që ka morë pastaj emrin e tina, këtu ka ndru jetë, këtu ra për mës vdekur kur, edhe 40 shok tjere. Atu kam qenone me këta shok këtu, që jemi orësët edhe kujtojmë për çdo jetë këtë ditë, sepse unë ngjarje që nuk harrohet edhe unë histori që është në themelet e kësaj lirie që sot na gëzojmë. Kjo ngjarje, këtu ngjarje, shumë ngjarje tjera të luftës së ushtrisë qendrore të Kosovës, na kanë bërë dhe jetojmë sot këtu ku jetojmë. Dhosh Zoti, bojmë ma tepër, se ka nevojë me bojmë ma tepër për këtë ditë, për këtë ngjarje, për këtë histori, edhe shteti o ma i fort kur i kujtojmë edhe kur bojmë diçka për këtë ditë, edhe për këtë ngjarje. Sepse Kosova edhe populli shqiptar ka histori, vujtje, po mbi gjitha gjithmonë për një shtet, për një liri, juve, ju po qëmë gjithmonë, po më vje mirë, kur jeni të përkushtum, për këtë ditë me konë ma e pashtri këtë ju bashkëmëni. Edhe kja unë një punë patriotike për juve. Po mundohemi edhe na me bo punën që na takon me bo, që kemi obligim, a mundesh me na tregu paka shumë çka mbani mend nga ajo ditë, sigurisht edhe dimrat kanë qenë ma të ftohtë, edhe kushtet s'kanë qenë kushte fare, me thonë të drejtën. A mundesh me na tregu çka mbani mend? Po, ma i mend tja unë shtë pa harrumë për mu. Po ka herë edhe vitet edhe koha bët vetën, ka kalu një ku, por nuk harrohet kënë gjare. Ka qenë borë, ka qenë atësar, ka qenë një natë shumë e vështire. Këtë shtek që kanë bon këta ushtarë, edhe për krah asaj që romë prit, është edhe koha që ne bonit veten edhe shumë na kanë vdekë edhe pej atësari që janë metë në burë edhe më vonë i kanë gjetë. Do të thëtë, ka qenë shumë një natë e vështirë, me kushtet pëthirën kushtet atmosferike. Plus asojnë edhe prita që e bonit veten edhe këshin zonë këtu. Po, e mbani mend momentet e fundit me dëshmorët që kanë ra prej armikut këtu në këtë vend. Po, moj men. A mundesh me na tregu një histori? Po, këtu jemi njës dikun 10 ora për të sahunit. Dhe ma u kom baza ushtarake e Junja, ushtrisë qendrore, atu jemi furnizu, në 10 ditës me 13 dhjetor jemi njës në 10. Në prit këtu ku jemi ra dikun do të orës 4 mëngjesit, dhe ma me të 14, fillimi 14 dhjetorit. Në 4 mëngjesit. Një grupë që janë konë pararuje Junja, janë konë ata shkputën për neve, ata kanë ra dikun kanë 2 ora, mas 2 ore, tani kemi ra dhe na. Edhe një bisedë që keni pas me shokët e juaj që tani nuk janë, cilat kanë qenë bisedat? Bisedat... Sigurisht ka qenë edhe na jamanet, diçka si fjallë e fundit. Jo, bisedat edhe s'kemi pas kur jemi ballafaqu për biseda. Bisedat rreth lufte kemi bon sa andre partë që kemi nejt atje, e kemi pas parasysh edhe ato nëse bim në prit ose nëse atakuemi me armikun, çka dhe qysh me vepru, atë normali kemi pas qëtu biseda rreth kufinit, se kufini u koj kushtushëm për ushtrinë që qendrore të Kosovës, sepse mas shumë të na kanë vrarë shok në kufit të pru armatim, se tjetër mënyrë s'kemi pas na, qështu kemi bon luftën që të mënyrë.
edhe në qëtë njërë edhe ja kemi arrit që po shihet se për çka u luftu dhe për çka e në rogë. Po, si ka qenë A jeta? diçka specifike në bisedë nuk e di veç rreth lufte. Si ka qenë jeta para dhe pas luftës për juve? Jeta ka qenë në robëri. E flas këto sipas meje dhe sipas familjes tënë, sepse jam për një familje që e kanë pos vllaun 7 vite të burgosur në politik. Edhe Bedriu në këmë pos dëshmor, dhe më ona këmë pos një jetë në Gërbet. 4 vllazën imi konë në anëm skaj botës për kafshat gojes. Pastaj jeni kthyer? Edhe pastaj pe i përëndimi më këthyur, ne ju këmë bashkangjit ushtrisë qytetare. Kja ka qenë dikon në fillimi i marsit mas në gjohës jasharve, me gjithë vllazën, jemi ardhur, ju kemi bashkangjit, një vllazë na u ka rënë në luftë. Mas lufte nuk jemi ata që jemi konë komplet, sepse na mungon ai vllaz, po jemi krenar se kur jep jetën për atë dhe, do të je i pavdekshëm. Na vdesim se ata s'vdesin kur. Na harrohem, ata s'harrohen kur. Kjo histori nuk harrohet. E vërtet nuk harrohet. E përmendët që edhe vllahun e keni dëshmuar. Po. Po me vllahun, cilat kanë qenë ato momente që nuk të hekën prej mendjes? Me vllahun, po janë ato momentet kur e ka vesh mas pore uniformën dhe kur në jetën time ma gëzuar s'm se sepse kur jemi shkuar për ndeme kemi lënë në robëri, jemi konë të arrestuar, të maltretuar, tash aja nuk konë për më për ne, edhe atu ka thonë kur fillon edhe mbaron na kuf për hajlia, kjo ka qenë. Po çfarë personi ka qenë vllau? Vllau ka qenë në Holland, Bedri Shala, keni ndëgjuar me Bekim Berishën kanë vra bashkë. E ka pas përgjithësin në Dugazhen, a i ka luftuar. Ne jemi shku në Drenica, ajo nalë në Dugazhen, edhe ka përfundun dej Uran, në Dugazhen ka luftuar. Po nëse sot i shkon bashkë me ty, cili kish pas me qenë në fjalimin ti sot? Unë thash, liria u konë pyetje, dhe për çfarë u vesh tha na kohë për haj liria, do të thotë kur niset edhe ku më përfunduaja, ka qenë organizimi. Gëzimi maj madh e tina u konë që u bo organizimi dhe u organizu Ushtria Qeverimtare e Kosovës edhe sot bidalëm për balë shkaut. Pavarësisht kushteve edhe me qëto që ka kemi, po jemi në vend tonin. Në vend tonin një gjithë maj fort. E vërtet. Edhe kjo. Kisha falenderu shumë për punë që ndajt me ne, po ma shumë kisha falenderu për kontributin që e keni dhënë për lirin tonë. Shumë falenderit. Ja kemi pas borç. Edhe halali koftë dhe kontributi edhe i këtyne të randë. Fanë bete dhe për juve, rënofshi.